Prokuroria e Sarandës ka çuar për gjykim 16 persona të cilët akuzohen se shisnin drogë pranë shkollave në Sarandë dhe Delvin. Ata akuzohen për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikësh kryer në bashkëpunim dhe më shumë se një herë nga hetimet e zhvilluara për një vit me metoda proaktive, vëzhgime dhe përgjime, u zbuluaset pandeurit shisnin lëndë narkotike kryesisht tek të rinj në qytetet e Sarandës dhe Delvinës pranë shkollave. 3 nga shtetasit janë gjithashtu në akuzë për drejtim automjeti në efektin e narkotikëve. Në njoftimin e plot të prokurorisë së Sarandës, thuhet se prokuroria, sapo përfundoi hetimet, ka dërguar në gjyq 16 persona për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikësh, parashikuar nga neni 283 fraksion 2 i Kodit Penal, kryer në bashkëpunim më shumë se një herë. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë shpreh gatishmërinë për të hetuar dhe vënë përpara përgjegjësisë penale të gjithë individët e përfshirë në veprimtarinë e kundërligjshme të shitjes së lëndëve narkotike, thuhet në njoftimin e saj.